O i madh. Kthehemi ke që ti nisësh parë që thashun e bëj pak më mbrapa ke Jet Bank. Shkan dhe më interesant, Jet Bank. Reklam pa fund. Jet Bank është një bank krejtësisht e palishme, me shkret plot procedurave të licitacionit tonë bankar. Është banka e parë digjitale në Shqipëri. Do thotë para bank që ti se kontrollon dot, s'ka asnjë gjë në dorë, s'ka depozit, s'ka asnjë lloj gjëje, ka thjesht deklarata, vetëm firma dhe vula, po asnjë gjë konkrete. Si e dum çfarë është konkretisht? Është një bank që është banke quajnë ata. Po s'ka asnjë dhënë për atë bank. Në kuptim s'ka asnjë dhënë. Kjo është bankë virtuale. E kanë 5 aksionerë çufo, ku njëri prej tyre kërkohet gjithë Europën për mashtrime financiare. Dhe është dhënë licenca nga Banka e Shtetit, Banka Kombëtare Shqiptare, në shkel gjithë procedurat. Dhe ka pas reakcion për të gjë, vetëm që ka folë në parlament, ka qenë Belit Kolliçi. Bravo qoftë që ka folë, edhe unë që jam kundërshtari i tij, për këtë gjë kam vlerësuar. E bën se ka lidhje me Gjermaninë e tjerë punë e tij, po është për mua gjë shumë e rëndësishme. Që pak dhe një deputet dhe i bie kokës. Dhe nuk i shoh ta Gron Shejajt, a dhe ti Klapajt, këtë të Arlin Qorit, që ta kenë fokus kryesor këtë bank. Kjo është banka që të hedhin erë Shqipëri, të dhjefsha firmat piramidale. Kjo është banka që është frika më e madhe e sistemit ton ekonomik, financiar, sepse kjo është banka e çekut të bardhë virtual, që do blej gjithë Shqipërinë. Është bankë çufosh, dhe bankat e çufove kanë privilegjin e çufove brenda, shehu. Ç'është privilegji i çufove? Privilegji i çufove është që kur shkon ti me marr kredi në bank për të blerë një tokë bujqësore, po e quajmë. Dhe kur shkoj unë që jam çufa, në momentin që unë shkoj dhe ti shkon, ti çon një tufë me letra, unë çoj vetëm certifikat e zem të gjyshit çufa. Mjafton që të çoj atë letër në bank, dhe unë marr kredi me procedurë të përshpejtuar, po jo kredi, borxh. Çdo thotë, në paguaj interesa kam atë vonesë. S'ka kështu gjonesh. Paguaj vetëm borxhin. Ç'e do? Ti do paguash interesa kamate. Ti je si thosh i kapu në kurs. Të bëton e haun edhe për ty. Po, ti je si puna e Dërkucit në fer. Dërkuci kujton gjithmonë që pronari do shumë. Sepse kur shef gjithë kafshët e tjera, të gjitha punojnë. Vetëm ai riparaziton. Vetëm ushqet. Dërkuci në ferm është kafsha më e gënjur. Sepse Dërkuci kujton që në ferm do ka shumë pronari sa nuk e lën që të lodhet. Vetëm ushqet. Vetëm ha. Sepse Dërkuci vjen vetëm për gjë, për të ngrënë si mish. Kurse kafshët e tjera vlen për punë tjetër. Gomari, kali për të punuar tokë, edhe qetë, për këtë logjikën. Lopa për të bërë qumësht, apo demi për të mbarsur lopët. Sepse po nuk i mbarsi, ato nuk bëjnë qumësht, që bëjnë dhe viç, më kupton logjikën. Pulet do të bëjnë vesë, apo gjithë kafshët do të bëjnë kaj punë. Qeni do të bëjnë e punë, të rëj, të macet, kapi minj, apo deri vetëm për të ngrënë. Sepse e majmë pronari. Një që majmet e ferë. Dhe çon krase. Absolutisht. Koncepti është edhe ti kur shkon në bankë, ti je si puna e derit. Ai do të majmë ty me borxhe, që pastaj të haj. Do ta marrë gjithçka që ke. Kurse unë jo, unë jam grabitçar. Unë jam grabitçar, ti je grabitçar. Ne i përkas midis familjes grabitçarëve. Në këtë moment unë nuk marr kredi në bankë, unë marr borxh. Borxh bank. Po. Edhe pa kufi. Pa kufi. Tani Jet Banku është vetëm instrument që mund të realizojë objektivin e kolonizimit të Shqipërisë. Sepse duhen shumë para për ta kolonizuar Shqipërinë. Duhen shumë para. Nuk mjafton vetëm polici dhe tatimori. Nuk mjafton vetëm ministri sionist dhe kryeministri guvernator. Duhet edhe sasi parash, kesh. E shumë. Dhe si del kë kesh? Del duke futur një bankë e cila nuk kontrollohet. Dhe gjithë para e pisit shkon te kjo bankë. Lada të përqef shpirët i me të pastë mrapa. Sepse ti do shkosh ke ambasadë, në fakt ke banka gjermane, apo italiane, apo amerikane, apo franceze. Shko ke jo. Apo turke. Pse nuk shkon dot tek ato? Po nuk shkon dot tek ato, sa ato kanë 100 letra. Për të firmos e për të vullos. Nuk ti prekin letrat me dorë ata. Te kjo banka e ke online gjithë. Vetë zot vetë shko këtu. Bukur. Dhe këtu ta thithin parac. Pastrimit parave në sistemin e ndërtimit dhe me këtë kapital investojnë të çufët që të blenë gjithë tokat bujqësore. Do më thënë, këta që dunë me pastru lek, i fuzin aty se i pastrojnë kollaj. I fusin aty sepse që të blenë në sektorin ndërtimit, u duhen letra.
Dhe ligjet thonë që do të japësh sa letrat. Po letrat po i patë në bank, i ka bank. I ka dalin. Po i Pra, pati gjedi. Pra, dhe qoftë se ti do me ble pronë, me lek pista, ta garanton letrat sistemi virtual i gjithë bankut, jo i Raiffeisenit, jo i Credins. Do të thënë, gjedi thot po, është në rregull thotë ai. Pa dhona si letër. Ndërkohë ti çove kapital. Çantat me lek direkt. Po, tash po, ky kapital për çfarë do përdoret? Do përdoret për blerë Shqipërinë. Kjo është Nga çufët, pa interes. Dhe çfarë ndodh? Se këtu është pjesa më interesante. Edhe pa interes, edhe me çmim. Çfarë ndodh? Kanë bërë marrëveshje me Bankën e Shtetit, me qeverinë shqiptare, që e-Albania të jetë funksion të gjithë bankut. E morë vesh. E-Albania do të ketë link me çet bankun. Gjithë banku do i marrë gjitha dhënat e shqiptarëve ke e-Albania. Dhe tani kanë bërë gati projekt ligjin, dëgjoj çfarë projekt ligji kanë bërë. E byros së kreditit. Bura kreditit sa agjensi që do krijohet në Shqipëri private, që do mbledhin gjithë informacionet financiare të jetës shqiptare. Dhe do ja marrin shtetit, dhe shteti detyruar t'ia japë. Do ja marrin bankave, të cilat janë detyruar t'ia japin, dhe këto janë kompani private do krijojë çufot në Shqipëri me dirham. Kompani me agent që kanë informacion financiar për çdo shqiptar. Dhe ke parë të dy satelitit Albania 1, Albania 2? Satelitët që morëm ne. Aty janë ta satelitit. Ke pati fikin e zjarrit satelitit? Ta kapin gjumën e zjarrit korale. Jo, më po s'janë ato për të ujë në Sipër. Ato janë vetëm për të monitoruar tokat bujësore, territorin e Shqipërisë. Piketojnë. Për të bërë hartën e kontrollit. Më nisodën ata që sistemojnë njerë gjonat e veta që atë. Para tona gjithmonë, se ky është parimi. Ata do na vjedhin me para tona. Na grabisin me para tona. Pra, me para tona do na grabisin duke na marrë gjithçka. Dhe koncepti i gjithë bankut është që këta nëpërmjet byros të kreditit, e një shpikje e këtyre, ke parasysh, do marrin informacion për faturat e tua të ujit, të energjisë, për borxhet bankare, për blerjet e makinave, për përdorimin që ti bën në sistemet financiare të Shqipërisë, që është taksia, shërbim. Dhe çvesh kështu. Çdo informacion do ta marrin për ty, pa lejen tatë, kapet çite pa lejen tatë. Do ta përdorin këtë në favor të gjithë bankut dhe për të pas kontroll mbi bankat e tjera. Dhe kjo bank do përdoret për të prodhuar në një moment caktuar, mbas edhe një krizë bankare në Shqipëri, ku njerëzit do vendosen përballë një krize pa aftësi për të paguar kreditet shtëpive në bankat e tjera. Dhe kjo bank i blen gjitha borxhet. E kuptove ligjin. Se kjo bank ka xhekun e bardhë. Ç'do thotë xheku i bardhë? Është xheku i Rothschild. Ta shpjegoj pak ç'është xheku i bardhë. Kjo është bank digjitale. Bank digjitale ç'do thotë? Që ka vetëm numra në ekran kompjuteri. Por duhet që diku të ketë një garanci financiare, apo? Për të tilla gjëra që bën Rothschild gjithë botë. Ç'do thotë? Do thotë që për çdo hall ka një nën që kujdeset. Pra në moment që këta i duan kapital për qarkulluar, kjo shtyp një tekst në email, ja çon Rothschild dhe ata i kthejnë përgjigje. Ora kaq, datë kaq, shumën e keni në depozit. Ky quhet çeku i bardhë. Çeku i bardhë duhet për të blerë gjithë Shqipërinë. Dhe duhet kapital i madh, nuk mjafton para e pisë të shqiptarëve. Më kuptove ligjin. Duhet për kapital maksimal dhe këta në një ditë mund të hedhin energjisë në sektorin bankar në Shqipëri. Do ta blenë gjithë. Si virtual janë. Në një moment dhe këta mbyllen, dhe ti s'merr vesh asgjë. Më kuptove ligjin. I veçecin edhe Po është digjitale u bë. avulloj. Po është digital, nuk ka njerëz. Është kompjuter vetëm. Nuk ka njerëz. Më kuptove ligjin. Njerëzit janë vetëm pronarët. Dhe gjithë është në internet. Dhe ti e di që në internet ti ke parë që gjithë sistemi i call centrave kriminal me qendrën në Kipro, që i ka janë të gjithë punë çufosh, që vjedhin gjithë depozitat e Europës dhe përdoret Shqipëria me doracet shqiptar që janë të çunat e ri, Kosteria që janë bërë të pasur me call centra dhe marrin kokainë për të përballuar vetvrasje që u shkaktojnë klientëve që vjedhin nëpër Evropë, pensionistë që vrasin veten. I kanë duart me gjak këto call centra tonë të mashtrimeve financiare. Dhe Shqipëria është number 1 për këtë gjë në Europë. Dhe qendra është në Kipro e çufove. Ata e bëjnë gjithë qarkullim, këta vetëm kanë faqe virtuale sikur janë bursa. Pra kanë shpikur faqe të rreme me nivel fuqie botërore, forex që quhen, të cilat gënjen njerëzit sikur po kanë fitime në bank. Ata s'kan si lek në bank, ja u kanë dhjetë. Ata kujtojnë dhe hedhin para akoma. Pra, këto bankat virtuale i ngjajnë shumë skemave forex dhe kjo bank digjitale që po hapet në Shqipëri
Pse i ngellin dorë këtyre 6 themeluesve që shpikën këtë gjë, kur ka sistor bankar shumë fuqishëm në Europë, që është dhe digital. Për shembull në Francë është një banka Agros, që është një digjitale. Pse mos ishte një bankë e njohur me eksperiencë këtë fushë, po kryva nga e fare, me çufë. Sepse duhet për të blerë Shqipëri. Dhe arsyeja pse guvernatori i bankës ka kërkuar imunitet ekstrem në Shqipëri, që po t'i bëhet kontroll nga SPAK-u, duhet merret leje në gjykatë kushtetuese. S'po themi për arrestim, po themi për kontroll. Po kuptoj logjikën, për të kontrolluar zyrën, për të Gjë minimale. Për gjë më minimale duhet gjykata kushtetuese, që ne dimë se kontrollon gjykata kushtetuese. Pyetja është çka ka arsye ky që ka kërkuar këtë gjë, se ka kërkuar kush para ti? Ka çfarë arsye pati ky që e kërkoi? Çalli zuri këtë. E zuri have se ka kërkuar Rama të bëjë sa gjëra me çufot bashkë, që do garanci. Dhe ditën që shkon në parlament ligji i Bankës Shtetit që ky t'i jepet imunitet, do thotë që atë ditë këta kanë rënë dakord që të fillojnë operacionin e zhdukjes financiare të gjithë parave tona në Shqipëri. Fillon operacioni Polla e Zezë. Ke parasysh filmin me Oktapodi me Karado Katanin? Ajo skema që do bësh goditja në bursë, që era 1/3 e vlerës. Kjo ka ndodhur në Itali. 1/3 e liretës u zhduk nga faqa dheu. 1/3 e pasurisë italiane u zhduk Bernaditës. Dhe kur doli Kraksi dhe dha intervistë për këtë gjë, tregon ç'kishte ndodhur, se e vran Kraksi, ne hoqin qafe. Kraksi tha këtë bëri Soros. Sa Kraksi? E bëri Soros me Rothschild dhe me këta. Atë që e tha ai në 93 është me video, me intervistë. Këta janë duke krijuar një bombë atomike që do fshi Shqipërinë nga faqa dheut, quhet Jet Bank. Kjo bank duhet ndaluar me çdo kusht. Kjo bank duhet të licencohet. Kjo bank duhet të ngrihet. Po ne nuk kemi institucione për ta bërë këtë punë. Ne kemi vetëm një gjë, fuqinë e popullit në protestë. Njerëzit do ta kuptojnë që fuqia e tyre në këtë moment është punë e Zotit që na duhet. Janë të bekuar nga Perëndia kur të vinë. Ata që zvinë janë të mallkuar. Janë dezertorët. E thot flamuri jon, nga lufta ai që largohet. Janë dezertorë, janë tradhtar. Mos u bëni tradhtor. Janë tradhtarët që nuk vinë. Ata që nuk e mbështesin këtë luftë. Është luftë për të shpëtuar Shqipërinë, nuk është luftë për demokraci. Nuk është luftë kundër Berishës dhe Ramës. Është luftë për të shpëtuar Shqipërinë, as nuk është thelbësore. Nëse ti do bësh as ti s'vlen as i lek, do bredhesh të bërbot si qen, e do të trajtojnë si qen, sepse do thonë gjithë, ju qena shqiptarë që e braktisët vendin tonë, e latë çufove dhe dorëzuat gjithë të pasurit madh që dha Zoti, dhe ju e bët të se një popull frikacak dhe popull i shitur. Kështu do na thonë, po që s'do mbasim të betejë. Dhe kjo betejë varet nga numrat tonë. Jet Banku është një dorë e Soros, Rothschild, e këtyne monstrave botërore që do të përdoret për të blerë gjithë Shqipërinë dhe për të shkatruar gjithë ekonominë shqiptare. Është skem kriminale, mafioze, është njësoj si firmat piramidale, po me efekt 1000 fish. Do me thënë, firmat piramidale janë si bombat me kiloton të Hiroshimës, kurse kjo Jet Banku është ato bombat me hidrogjen vlla, me megaton, me shumë megaton. Që bëjnë nami, më kuptoj që. Jet Banku është rrezik kombëtar në Shqipëri dhe gjithë ata që i bëjnë reklam, gjithë usurretrit, janë sa mercenarë të shitur. Që thonë se më punë, po marr lekë, po jo më ti je mercenar, ti je shërbëtor i armikut, gjithë që i bëni reklam. Gjithë që bëjnë reklam kësaj banke, janë të marr paret për të vrasë Shqipërinë. Kjo bank duhet urgjentisht të futet në hetim parlamentar, duhet komisioni timor parlamentar urgjent shtator me këtë bankë. Duhet se s'bën të vinë thirrën ekspertët për të zbërthyer skemën, sepse për fat të mirë, është i gjithë interesi financiar bankar në Shqipëri që kjo skemë të ndalojë. Pra gjitha bankat e tjera, që janë konkurrente, kanë interes të ndalojë. Por i pari që duhet të kishte interes duhet të jetë SPAK-u. Sepse po futen lekët e kjo bankat, SPAK-u tuaj me nderën e ty lekët. Ma kuptove logjikën. Shpërbër, zhduken, ti zgjedh do të marrësh gjë. Po që SPAK-u i ka lekët këtu të këtyre tjerëve këtu edhe po janë me nerën. Bukur. Jo, ndërkohë që që ka dhe një pikë të fortë Jet Banku. Ta mësoj sot ta keni parasysh. Ka dhe aftësinë për të marrë me kriptomoneda. Dhe ti e di që atë si zbulon do të askush. Pra, ideja është çufot kapën shtetin nëpërmjet familjes Soros, me anë të rinjës. Nga Afrika e Trumpit ju dha Shqipëria me njerë. Dhe çufot pasi kapën shtetin shqiptar.
kapën gjithë ekonominë, gjithë shka etj. Tani po ndërtojnë skemën e kolonizimit plot nëpërmjet kolonëve. Kolonëve duhet kapital. Kanë hapur një bankë për të kapital. Kufidatori i bankës kërkon me urgjencë imunitet që të shpëtojë nga hetimi për veprimtarinë e tij kriminale financiare që ka bërë këtij veti. Bashkë me bordin e miqësirës. Dhe ata duke kërkuar imunitet, kërkojnë të shpëtojnë nga ky krim që kanë bërë. Ky krim është kaq i rëndësishëm dhe kaq i rrezikshëm dhe kaq i dëmshëm sa mund të paksush. Lufta jonë për të shpëtuar Shqipërinë nga Edi Rama nuk është një luftë për çështje pushteti. Është për të shpëtuar Shqipërinë nga këto skemë. Por ne nuk mund të rrim pa kërkuar çmontime të gjithë këtyre skemave. Dhe aktualisht unë jam duke punuar bashkë me shokët e mi, bashkëpunëtar, gjatë kësaj periudhe, që në 1 shtator ne të kemi marrë punë me zbërthimin e një skeme se çka kërkojmë ta realizojmë. Që do thotë të jetë e qartë çfarë do ndalojmë ne. Kolonizimin e Shqipërisë. Se si ky xhet banku do pezullohet. Dhe se si çdo kush që do guxojë të hudhë parë aty. As ka për të pa mua me sy. Sepse në një moment caktuar, ky bank siç u krijua, ashtu duket, hajti gjesh ti parë. Ku do gjesh? Ku do marrësh? Është virtual, është digital. Po më vur sa men kanë njerëzit më vëlla që shtin lek të veta, vend apo vend kot më burr. Sepse është ideja që shohin Edi Ramën, edhe do fitojmë, ha? po edhe kapi portën e Durrësit. U bën gjithë bashkëfajtor të zhdukjes historisë 4 vjeçare të portit të Durrësit. Udhën lekët apo jo? Ku i kanë sot lekët e hudhme? Naj. S'kanë, u fika e ekrani apo doli prapë. Më po thoja që ku i kanë ata? Ku i kanë lekët? Ata kujtojnë se kanë apartamente apo jo? Po çka godina kemi para ty ne? Hajde shkojmë makinë tash. Ora janë najer lekët valla, s'ka zbrit në tokë. Po se doli Rama dhe tha, mure. Doli Rama dhe tha që hidhni lekët tu sa. Ky është projekti më i madh i parë në histori. Këto rrendat e këtyne, ke parasysh? Edhe kur më thënë mu këta janë po janë arabe, janë kështu. Ku ti tregojnë këta arabë të tjerë, ta morin vesh mirë këtë. S'u kam jetë që studiaj. Arabët e kishin marrë punë edhe. Po ç'a arabësh, mos ka arab fare. Arabi është një presanomaç. Këto janë bizneset mëdha, ndërkombëtare të mafjes të krimit. Këto janë të lidhura me kapitale, Alabar këtu e, atje në Sazane, Zvërnece, vëllezrit katariane etj. Gjithë parat e çuvove janë gjithë ne. Po e lej këto rrena se si ai unë kam lexu kaq shumë, kam pa kaq shumë, kam mësuar kaq shumë, kam kuptuar që është qesharabe ku na i thënë këto emra. 2 vëllezër që bën para të mëdha, se kishin, po çka kishin këta? Si ishin këta të naftës, ishin pronar, pusesh na, ku i gjetën paratë? Se Habdede ka kaq depozita nafte, ka një jetë që familja vet investohet dhe ky ka një super pasuri nafte dhe ka dal kapitali i madh, apo? Po. Ja, kuptoj, është parë modhe, apo? Këta janë njerëz që punojnë me kontratë. Çdo thotë fitoi $10 miliardë kontratë për rehabilitimin e Sirisë. Këto janë parë, nuk janë të naftës. Pra nuk është se janë njerëz të pasur, po këto parë vërtet dolën ca njerëz të moçur dhe këta do i marrin lekët dhe jo të tjerët. Pse duhet t'i japin këtyre ca të tjerëve ja? Pse ata që kanë pushtet dhe pasuri, mos i marrin për vete po japin këtyre? Se këta janë thjesht presano. Këta janë nyjet pushtetit. I den televizor. Fiks. Ata bën janë të tjerë mbrapa. Kështu funksionon. Këta janë koto burrë. Vëllezërit katarian. I përdor kushteri këta bashkë me ata të vetët për të marrë paratë të çuvëve se çuvët i kontrollojnë gjithë paratë e botës, më kuptoj logjikën. Edhe rasti i Xhet Bankut, që janë këta 5 aksionerët. Njëri nga këta kërkohet për t'u arrestuar për mashtrime financiare, të jep licencë bankare, ku ishte me ligjin. Se ligji thotë nuk mund të jepet licencë një banke që ka këtë precedent penal aksioneri. Më kupton logjikën. Nuk mund ndodhi, e ka ndalon ligji. Dhe i kanë bërë procedura të tilla duke shkelur gjitha procedurat. Pse s'di me bë Raiffeisen po themi virtuale komplet? Po kredi s'di me bë Union Banku, s'di me bë. E mund të budallë. Po jo budallë, këta vetëm këta të mençur, 6, këta 5-6 që s'kanë eksperiencë bankare fare, këta di kanë me bë. Këta që kanë jetë si banka në përbot, hiç ta s'di kanë këta. Pikësh ata di, se aty është mbrapa Edi Rama, është familja Rama, është familja Soros, më kuptove logjikën. Është familja Netanyahu, është familja Kushter. Janë familjet e çufove, ambasadorët e Rothschildëve ku do të bëj. Kjo është banka që do zhduk Shqipërinë nga faqja e dheu. Fiksoni këtë fjalë. Dhe unë që kthe këto fjalë me shiftin me vëmendje, keni të bëni me një person që po rrezikon jetën kur i thotë këtë fjalë. Po ju duhet ta kuptoni që po nuk i thashëm këtë fjalë. Më do të vrasë Zoti për si ndëshkim që nuk i thash këtë fjalë. Sepse këtu po luhet me jetën tonë, ekzistencën tonë, fatin tonë. Kjo duhet ndaloj urgjentisht, sepse nuk e përballojmë dot. Një bank që ka çekun e bardhë për blerë gjithë Shqipërinë,
Jemi të vdekur. Nuk e përballojmë dot. Dhe nuk pjerdh për asnjë bank tjetër e bank. Shumë e fuqishme. Për shkak të ligjit. Kanë pushtet për të bërë çfarë duan dhe kanë çekun e bardhë. Pra nuk kanë shifër. Shkon çufuja që do të blej shtëpinë tate, masi ka marrë punë me ty, çon letrat, ja japin direkt. Për çdo shtëpi shqiptare. E kësi do të përballoni ju këtë që gjithë fuqi financiare, do të na lut tash që të mos ketë fuqinë vepraj. Në bukose për koktina. E po ja, tipi cigare, në kam zhjitur, kam lënë. E pasaj ti klienti me non cigarë. S'pushojnë. Gjonat, ku t'i gjohën gjonat e frikshme, bim nga më në më. Pa me më të madhe, gjimon me më të madhe, bim më të madhe. Po mi më burë, se e shpjegove shpare. Të kapim pak edhe një qik më trash. Për këta që li duen trash gjolla të kupten. Këta mundi fusin një tip krize, thudi. Kur duan? Edhe del ky shpëtimtari që i futi probleme dhe i merr gjithë njerëzit për vete. Klient. Ore të merë shpinë më burë, se s'po kupton. Ti je në krizë me paguar Raiffeisen për kredinë e shtëpisë, apo kredin, apo një tjetër. Këto Të ndodhej, kriza financiare këtë prodhon, që ti s'ka si pagues. Ai ç'bën, i thot bankës që ti ke këtë risk. Ma shit mua. kredi e keqe. Po, ma shit mua. Si këto më çfarë quhen këto që Po problema e borxhit. Pisteku që bën këta që shkatruan jetën e shqiptarëve. 200.000 njerëz, 300.000 njerëz i shkatruan. Gjë hodh nga balkoni ai tipi, e hodh nga pallati atë, e vran dhe mbylli policia gjithë procesin. Se ditë implikuar Banka e Shtetit e Shqipërisë me licencë që kishte vënë aty. Bën vodhën shqiptar $100 milion, bën kapitale, ke parasysh guvernatori i bankës që totalisht i përfshirë këtë histori dhe shpallën vetvrasje atë që ke parasysh e pas kishin filmuar që kishte pirë helme dhe ishte edhe nga balkoni. Ke parasysh me 2 plumba, vdiq me 2 plumba. Edhe kishte pirë helme dhe u hodh nga lartësia. Ndërkohë kamera nuk doli kurrë, zbulimi i videos doli kurrë. Ke parasysh atë hodhën e vran. Dhe e vran dhe zhdukën. Ke parasysh zhdukën gjurmët, se dilte emri i guvernatorit të bankës, i përfshirë, Seko si e ka kë. Koncepti është që kjo çështje që u mbyll tregon skemat se funksionojnë këta. Këta do blejnë borxhe të gjithë banka. Do blejnë kreditë e këqija. Po do bëjnë gjithë ato këqija në një ditë. Me kuptove ligjin. Dhe ti do jesh borxhi këtyre se këta kanë çekun e bardhë. Dhe ata do thonë, ti ke blej këtë shtëpi, do të paguash shtëpinë. Na legët se shtëpinë ta blem ne. Po si blen shtëpinë në ankant? 7%, 50%, 30% vlerës. Është skem me më ka marru këta si plan. Këndë që do bëjmë ne që të na lëmë. Ne duhet të bëjmë këtë gjë. Do të rrëzojmë qeverinë tonë, që duke rrëzuar qeverinë tonë, të rrëzojmë gjithë këtë dhe të bllokojmë gjithçka. Se është e mundshme ti bllokosh më herë. Duke rrëzuar qeverinë, duke krijuar një hapësirë tre të lirisë, se ti e di çdo po të rrëzosh Ramën në Shqipëri. Çfarë fesë do ishte, çfarë frymari liri do ishte. Shqiptarët do kenë një hapësirë për të kuptuar problemin dhe gjëja e parë që do ndodhë do të bllokohen gjithë të lloj asetësh të kolonizimit të Shqipërisë. Sepse do iki koka që ka përgatitur këtë gjë që është e Tiranë. Kur ti di që do vi, kushdo që tjenë, ose ta që do vinë, dhe përballë një presioni, njerëz më të dobët se sa Rama. Pa atë s'ken të fuqishme mbrapa. Patronazhimi, paraje, bandesh, se duhet kohë që të konsiderosh pushtetar. Dhe ne kemi mundësinë që të shpëtojmë Shqipërinë nga Xhetbanku, kolonizimi, pushtimi, nga Sazani, nga Zvërneci, Karavastaja, këto zonë të gjithë gjërat që po diskutojmë. I kemi mundësitë, varet nga ne. Dhe njerëzit do ta kenë parasysh që ne po rrim çdo ditë muajit gusht, sepse po presim shtatorë. Pse po e presim shtatorë? Po rrim në protestë në gusht, pavarësisht pushim si kohë, sepse po bëjmë gati frymën që shtatorë do jemi shumë më tepër dhe do fillojmë betejën reale politike. Është faza e dytë. Faza e parë filloi në maj, përfundon në gusht. Shtatorë fillon faza e dytë. Faza e dytë ka target qeverinë dhe parlamentin, sidomos parlamentit. Do ketë më seanca parlamentare. Do kenë frikë me shku në parlament. Do jenë të rrethuar. Domate, kastraveca, kështu me radhë. Problemi që nuk do kenë me kalu. Do ketë përplasje me policinë për këtë. Sepse policia do ushtrojë dhunë, siç e ka kërkuar Rama. Problemi që s'ka policë kërkojnë dhunë, po kjo varet nga numrat. Siç ose jemi 200-300 veta, na shalën ndruat anë. Apo.
Po do të jemi mira e 10 mira veta, aty s'kan çfarë bëjnë pastaj. Unë tash kam dorë kallëzimin penal që thash me Kodicinë e Shtetit për lëndët kimike, sprajtet kimik, ujin kimik, për dhunën policore. Kam raste konkrete të tentativës për vrasje të protestuesve nga ana e policisë shtetit. Kemi 2 raste, një me thik edhe një me shkop gome mbrapa koke. Jemi tu marrë atë punë se do t'i dekonstruktojmë këto dhe këtë fundjavën e gushtit, pra javën e fundit gushtit, ne do kemi goditje që të përgatitet mirë shtatorit, ta di mirë policia ku jemi ne me ta. Dhe gjithë koncepti është që kjo është luftë për të shpëtuar Shqipërinë. Po kërkojmë shumë pak, protesta paqësore, po kërkojmë të vim aty. Deri në atë moment do jenë paqësore, më dëgjoj, no? Është shumë e rëndësishme kjo. Deri ditën që e çojnë në parlament ligjin e shitjes tokës bujësor. Ditën që e çon shitjen e tokës shqiptare të huajve, atë ditë, atë orë që do të kërkoj të fusim parlament në Emiratun, do të quhet dita e luftës. Ma ditë më thotë luftë civile, ma më thotë çdo gjë. Sepse ajo ditë e mbyll Shqipërinë. E ka paku. Momentin që do miraton të atë ligjëran, bashkë me ato paketën tjetër, se nuk është vetëm ligj, janë paketet tërë. Atë ditë ne kot që luftojmë. Nëse nuk e fitojmë atë betejë atë ditë aty. Pse kot që luftojmë, t'ia shpjegoj njerëzve. Këta e kanë mbyll ciklin kënoterët. Por nuk e bëjnë dot blerjen e tokës, masive. Sepse nuk e lejon ligj. Ditën që ligji i miratohet, atë ditë nuk e di se sa mijëra hektar tokë. Do të strojmë në ditës. Jo, po janë bërë. Atë ditë më hyn fuqi. E kuptove logjikën. Dini, në moment që botohet fetore zyrtare, pra, miratohet parlament, e miraton presidenti me dekret dhe del betohet fetore zyrtare. Më kupton logjikën? Momenti që del fetore zyrtare, ai ligj, automatikisht në të gjitha zyrat notariale të Shqipërisë, në gjitha agjencitë imobiliare të Shqipërisë, në të gjitha zyrat avokatore, personomesh, në të gjitha zyrat qendrave të biznesit, automatikisht një pjesë e Shqipërisë bëhet e flamur Izraelit. Automatikisht, se janë bërë letrat. Por nuk mund të miratohen se s'ka ligj. Pra atë ditë më hyn në fuqi. Dhe atë ditë ti e ke humbur betejë. Për çfarë duhet dalësh me protestë, ma thua? Jo, s'ke qa del më jo ka. Maron. Thudi. Pra, ti s'do ta lejosh të ndodhi. Atë ditë po mund të jetë dita e parë e përplasjes fizike të dhunshme, dhe atë ditë nuk do ketë më mëshirë asnjëra palë për tjetrën. Pse? E para se Rama e di që do t'i vi fundi si Kadafit. Atë ditë. Parlamentit. Atë ditë. E dyta, ai do përdori çdo gjë kundër nesh. Por të përbasesh për mbijetesën e tij fizike. Po ne ç'do të mbase? Ne marrin gjithë atë ditë. Se atë ditë nuk mbaron më. Ti e kupton që ka marrë fund. Atë ditë ti do të luftosh për ta ndaluar dhe po ti të nevojë edhe për ta djegur parlamentin. Pastaj për djegur dhe presidenci që do të bëte dekretimin. Më kupton logjikën. Pastaj për djegur çdo që tjetë për të djegur, përballë një pamundësie për ta zgjidhur problemin. Edhe kryeministri gjithçka. Pse s'kem rrugë tjetër, nuk kam më. Po i mori ai tokat bujësore të Shqipërisë, mbaroi Shqipëria, kaq është. Se tokat bujësore është mënyra se e hyn fshat dhe jure me letra. Pra pushton gjithë territorin. Po është fakt. Dhe ti mund të luftosh për Zvorneci dhe rrëzon me një ligj, me një. Është pronare. Pa i ka bler tokat bujësore, thjesht nuk i miraton dot se s'ka ligj. Pa i ka kry punë. Nëna është baruti është këtu, vetëm fitili mungon. Fiks. Prandaj dhe atë ditë duhet të jetë dita e fundit e këtij regjimi, në kuptimin dhe fizik, pra aty mbaron debati me protesta paqësore. Aty s'ka vend më diskutim, as paqësore as jo paqësore. Atë ditë është dita finale. S'kem rrugë tjetër. Domethënë, është e kot të dalësh nesër po e let po atë. S'ka më kuptim. Iku Shqipëria që është. Po u miratuan parlament, ti do habitesh se si bëhet kalimi me vull i pronave të Shqipërisë në duart e Izraelit. Teknikisht, juridikisht, kështu quhet kalimi pronësisë. Nuk e ndalon dot më për 1000 vjet, sepse është bërë me letra të rregullta. Ma kuptova.